2.2 milion shtetas shqiptar jetojnë në botë, shumica në Itali e Greqi, raporti largohen për ekonomi më të mirë. Popullsia e Shqipërisë brenda vendit është pothuajse barabartë me numrin e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit. Raporti i fundit i Instat tregon se diaspora shqiptare ka rritur në 2.2 milion qytetarë të shpërndarë në të gjithë botën, por pjesa dërmuese në kontinentin evropian, në kushtet kur sipërmarrja shqiptare vuan mungesën e fuqisë punëtore. Ky raport tregon se rreth 1.7 milion janë në moshë pune, ku vetëm të grup moshës 25-44 vjeç janë 880.000 individ. Më konkretisht 18% shqiptarë që jetojnë jashtë janë deri 14 vjeç. 77% i përkasin moshës 15-64 vjeç dhe vetëm 5% janë mbi 65 vjeç. Kjo tregon një diasporë me profil të ri, ekonomikisht aktive dhe me potencial të lartë, kontribut në tregjet e punës në vendet pritëse, thuhet në raport. Vendet që numërojnë një numër të lartë shtetasi shqiptar janë Italia, Greqia, Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar. Bashkimi familjar ka qenë ndër vite arsyeja kryesore se pse kanë emigruar shqiptarët, por vitet e fundit dominon largimi për arsye punësimi. Migrantët largohen për një sër arsyesh, por kryesisht në kërkim të mundësive më të mira ekonomike, rreth 70%. Motive të tjera të rëndësishme përfshin arsyet familjare 16% dhe arsimin 6% vijon raporti. Po ashtu është vlerësuar se të larguarit fitojnë deri në 2.5 herë më shumë se në Shqipëri me punën që bëjnë jashtë vendit. Një emigrant vlerësohet se ka marrë $665 në Shqipëri, ndërsa jashtë vendit paguhet $1.789. Përveç sfidave demografike me cilat po përballet Shqipëria, ku lindjet kanë rënë apo mungojnë punonjësit, nga ana tjetër refuzuar kësaj analize diaspora është burimi i dytë kryesor i të ardhurave për familjet e tyre.